Bëj këtë pyetje është se kemi besimtar modern, cilë kërkojnë përgjigje për gjithë shka dhe për çdo gjë. Pra trinë që duan me besu, po nuk munden me u bind. Kjo punë e lehtë është. Çka dush, çfarë do që kërkon, drejto tek libri i Zotit. Po ne po du për shembull me mësu për astronomi, për planetet, aty i ke. Po du për ekonomi, aty i ke. Po ne po du për jetën bashkëshortore, aty i ke. Po ne du për tregti, aty i ke. Ty kush po të një lexova, po si kuptova. Ty pse si kupton është problemi jëtë. Po ti nëse nuk i kuptam, Allahu që po thëtë. Fes'elu ehle dhikri in kuntum la ta'lemun. Pyetini ata që din për gjëra që ju nuk i dini. Ata është valla me donë studia, më falë shpreje. Edhe ka me kështu edhe gjitha logën me ma lujt, ja. Në ma komentu Koranit, i zdi shemë që mas pari emni Koran. Më falë shpreje që qita ka me kështu. Mas pari emri Koran nuk e di çka do me thonë, ose nuk e din çka do me thonë Zoti ti kush është Allahu, ose se din kush është drejtimi tina, ose nuk i din shtyllat e imanit besimit, edhe po ma komenton fin. Se tash janë mush disa, jo të gjitha, po disa studian mush me që si njerëz të gjithdijshëm. Na është folin për politik, na është folin për islam, na është për krishtenizëm, na është për hebraizëm, na është për sport, po ka dalë bre, se Zoti musum ka bo për gjithçka. Vallahi ne du sportin shumë sinqerisht. Edhe kumpasa, beson që kumpasa ferit me shkue, kur ka qenë kampionatet me shku, një studium ka ftue, se kishin edhe ja, besën që kemi një termin familjar, njëherë një avë lujnë. Bile nga njëherë edhe me gjematin, po termin familjar edhe çdo shtune e kemi prej orës 21, në orën 22, dhe si ahuqëm hiq edhe me gzim e presën. Po nuk kom shku me komentu, edhe pse, ndoshta kur e kom përcil Fadil Vohrin, e Fadil Muriqin, e Shefqet Sinanin, e Ramadan Cimilin, e këta tjerët, që me i përmen, këtë ekipin, që i kom përcil në vitet e 80, dikush as ka dit me lujt me top. Me po nuk jam onet është për sport. Është atë dikush tjetër që është ma i thirrën se one. Ka raste që na ftojnë ashtu debate edhe për politikë. Pse bre valla? E kuptoj vallai politikën, edhe ka mirë bile tash edhe në zgjedhjet e fundit e pash vetë që bëll mirë për i marr vesh. Se kiç ato prognozimet, çka i kisha në kokë thuj se 90% edhe më dolen çashtu. Edhe shumë gjëra të tjera, po prap misioni im apo studimi im është feja. Gjonat, më falat dherin, gjonat njëtë mënyrë si profesorët du të më mësu se cili. Unë s'po flasë për këta që shkojnë në studiot televizive dhe lujnë gjithë logon. Po flasë për trinjt e trejat që lexojnë, hulumtojnë. Si të lexojnë kanë me gjetë vetën. Problem është e trit e treja që nuk lexojnë. Unë personalisht një shumë tri e treja që sa ma shumë po thelluan e lexojnë po bëhen ma konfuz. Ja, veç duhet ka pak, se ke po kur dish në për metropolet botnore, për shembull, me shku në Kairo, ose në Riyadh, ose dikon, ose në Dubai, ke po, nëse nuk e keni hartë në kohë, ka du të me shkue, po valla konfuzë dhe po bona. Kur s'pi di rrugët. Ama, kur pi di rrugë, për shembull, rruga e mbretit Feda, rruga e mbretit këtë filanit, a rruga në cyre e filanit, kur po i di rrugët mirë. Edhe këta që po lexojnë, duhet me pas një mësues afër vetes pak me t'i shpjegua. Se po dikush pse more? Po edhe në fakultet i ki librat, po pse po shkon atje ligjerata? Edhe në shkollë fillore i ki librat, po shkon. Edhe në fe i ki librat, po do të me shku pak të hoxha. Me ta mësu pak kënë fejnë islame. Për ata Ministria Arsimit, na edhe po kalojmë tem tjetër, është mirë sa ma shpejt me fut edukatën lëndën fetare. Se thëni që nuk është mundur me u thellu në fe në rast që zgjedh me e lexu vetë? Po shembull e gjen aty në Kur'an, për shembull. Po i lën lil musallin, të mirët ata që falen. A je konfuzë tash? Se nuk është e mundur që nuk është sqaruar në libër. Jo, është sqaruar. Aty po thotë Zoti të mirët ata që falen, po janë të pakujdesshëm ndaj namazet e tyre. Amo disa shkojnë veç ta lexojnë. Ose disa të tjerë lexojnë diçka shumë shkurt. Hyn dal nga dal. Dal nga dal, domethënë lexoje për kthimin e domethënieve kuranore. Edhe shoqëroje me çka? Me komentim. Me komentim se vetëm e lexue falënderimin te kanallat e Zotit të botëve, cilat botë? Që shqip që shtu shkun, ma shumë s'ka. A mo tash pejgamberi ka të reguë, zot i cilave botë është Allahu i madhruar. Edhe djetarët ne kanë sqaruar gjanat, kështu që në islam nuk ka mjegull, në islam nuk ka do me thonë plëhër që nuk është fshi. Por njerëzit që nuk i kuptojnë, gjanat nga njerë janë konfuz me vetë vetën. Por ata dhune me hy fell matematik, normal që jam konfuz. Në momentin që më ka plën e konfuziteti unë i këthena një profesorët matematikës. I thome që ke formullë qështu, e që ke thyrës qështu, qka do me thonë, edhe i masqaran edhe i vazhdoj. A jetë ashtë edhe me bu pyetje, edhe qka me kundërshtuar. Se feja është besim. Të nëse pretë Zotin me ta qitë në studio, harroje këtë muhabet. Do të me besua. Edhe, pa thëmë,
njerëzit pa besim gjithmonë kanë probleme. Kjo është arsyeja që unë e thash që trinj ndonjëherë kanë probleme e besu në diçka që nuk e shohin, në diçka që nuk është faktike. Olla kemi shumë sene që nuk i shohim edhe i besojnë, në mas pari organizmin tonë plët, do me thonë funksione që kryen brenda për brenda, në veç ha me pim, atje krejt regulohen, as nuk ishe, as kur si kum studiu, a moj besoj që... Apo realisht është mundësia me i studiu. Pa ka dhe gjana për shembull mendje në njeriu të ashti, a që kanë mendja, dikun që ke qenë, edhe ti me më thonë mu, po më shkoj mendje, po nësë po të besoj sepse shkoj mendjen tane. Apo kuptan, ose ti mundesh me thonë burit që kam dashnit madhe, është edhe mëshëri, a i thëtu në speshëf, pa ja, këtë e ka vendin. Edhe qka, edhe e besanaj, edhe pse ti s'mundesh me qitë, me thonë, po qitë e pra dhe mëshërin të avolin të ashtë sa gram është, apo sa kilogram, ose dashnjejo të sa peshan shembul, jo, këtë s'ka mundësi, veç ka mundësi mu shprej, po do të me i besu disa gjana. Edhe nuk ka nefar problemi absolutisht. Njeriu që ka, sinqerisht, kërkimin e të vërtetës e gjenë. Kush e ka veç sa përsye faqe, nuk e gjenë atë.